Në prag të festës së madhe të Pashkëve, besimtarët katolik po jetojnë periudhën e Kreshmeve, e cila zgjat 40 ditë dhe përfaqëson një kohë të veçantë reflektimi, lutjeje, pendese dhe përgatitje shpirtërore për kremtimin e ringjalljes së Krishtit. Kjo periudhë fton besimtarët të ndalen nga ritmi i përditshëm i jetës, të forcojnë besimin, të tregojnë solidaritet dhe të përkushtohen më shumë ndaj vlerave shpirtërore, duke përjetuar Pashkën jo vetëm si festë, por si një përvojë të thellë besimi dhe shprese. Pashkët konsiderohen si festa më e rëndësishme në kalendarin e krishterë, pasi simbolizojnë fitoren e jetës mbi vdekjen, dritës mbi errësirën dhe shpresës mbi sfida. Në këtë kuptim, çdo përgatitje që bëhet gjatë Kreshmeve ka një domethënie të veçantë, duke i dhënë festës një dimension më të plotë shpirtëror dhe komunitar. Në këtë frymë përgatitore, në qendrën Santa Cruz në Sukraq, janë realizuar përgatitje simbolike për festën e Pashkëve, ku janë punuar advenda dhe qërinj dekorativ, të cilët të mbartin mesazhin e dritës, ringjalljes dhe fillimeve të reja. Qirinjt, si simbol i besimit dhe shpresës, zënë një vend të rëndësishëm në traditën e kësaj feste dhe përdoren në ambiente të familjare, në tryezat festive, por edhe në momentet e lutjes. Këta qirinj u bekuan nga Pater Frandushaj, duke i dhënë këtij përgatitimi edhe një dimension të veçantë shpirtëror. Bekimi i tyre simbolizon dëshirën për paqe, mirësi dhe begati në familje, si dhe për një festë të Pashkëve të mbushur me dashuri, bashkim dhe shpresë për ditë më të mira. Përmes këtyre përgatitjeve, ruhet edhe tradita e bukur e komunitetit për t'u përgatitur së bashku për festat e mëdha fetare, duke i bërë periudhën e Kreshmeve një kohë jo vetëm reflektimi personal, por edhe afrimi, përkushtimi dhe ndarje vlerash që forcojnë jetën shpirtërore dhe shoqërore. Të gjithë ata që dëshirojnë t'i blejnë këto adventa, mund të bëjnë këtë në qendrën Santa Cruz në Sukraq, nga ora 9 deri në ora 18, nga e hëna në të shtunë. Mirë se keni ardhur TV Bojën, përshëndes përzemërsisht dhe falenderoj gjithmonë jeni prezent në ngjarjet e qendrës këtu në Sukraq, në mënyrë të veçantë në panajiret e Krishtlindjes të Pashkëve dhe në gjitha manifestimet e parashkollorëve tonë të parashkollës Shenjtja Nana Tereza në Sukraq. Po filloj me bekimin e këtyre gjanëve të cilat kanë me dekorua shtëpiat tona, familjet tona, por dhe njëherët kam e ke ba mirësi për jetimat e Shenjtjes Nana Tereza motrave të në Shkodrën në Tiranë. Për Krishtlindje kem bashkuar 2.000 eura, shpresoj se edhe kësaj herë kem me bashku diçka mirë për me mujt me i përgëzua për dytën festë madhe Pashkët. Në emën të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë ashtu qoftë, ndihma jonë mbështetet në emën të Zotit i cili e krijoi qiellin e tokën. Zoti qoftë me ju. O Zoti i dashur, bekoj këto gjëra që sot po e bekojmë në emën tënd, që kudo që të vinë ardë dhe benki i mytë, o Zot, e ndërmjetësia e mëshirës sate hyjnore. Ruaj e mbroj prej çdo rreziku të armikut shpirtit e trupit në për Krishtin Zotin tonë. Në emën të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë.
Pra, si të shihni, kem ba gati diçka për Pashk, në këtë kohë të kreshmeve, e cila është kohë e privilegjuar për shpirtin tanë, shpirtin njerëzor, 7 javë cilat janë para Pashkëvet, 7 javë kreshme, para pregaditje për lirinë e mendjes, zemrës dhe shpirtit, për me mujt me festua festën e pajtimit me Zotin dhe me njëri tjetrin. Kjo është festa kryesore për pajtim, paqe, pajtim, numër 1 me Zotin, si na ka krijua. E na jem si fëmija që kur s'përmirësohena, por kadal, pak ka pak, e janë shtu na kalon koha, jeta, e kjo kohë na ban me ditë, na ban 2 dishëm, se jemi mkatnor, e duhet me ban diçka, duhet me krahishtohet, sikur se tash i krahishtohen e pastrojnë livadet, prej gurve, prej ferrave, të ferlaksave, janë shtu duhet me pastru dhe zemrën në shpirtin tonë, me keni gatshëm për ngjalljen e Krishtit. Pra, Zoti na thirr me keni mall, e në çka muj me keni mall, ose e malle, në falje. Në pajtim, e në falje, aty muj njëri me keni mall, kur kun zgjedhit. Në falje, pse në falje? Kur pajtohem me ata cilë ndoshtë jem janë mënin mu, ose jam njënën ta, pajtimi është një gjë kolosale për shpirtin tem, për mendjen teme, është e barabarzim i nivelit i cili është shumë i nevojshëm në jetën tonë. E shohim e dim se kem sulme shpirtnore, mendore, tundime, sikurse tundimet e Krishtit në shkreti, ku i mallkuemi e ka sligon, don me i prish gjendjen e 40 ditëve për cilat bëhet gati për vdekje dhe për ngjallje, i thonë kjo se mullesh në gjuj, tanë botën kome ta falë, e nuk din a i shkreti i miri, dhe më thonë djalli, nuk din se ajo Zot, që gjithka ka në dorën e vetë, në dorët e vetë, në barë botën, në barë uzëllimin. Kështu pra, në të ndonë edhe ne i malkuemi, e kjo koha kur tash pajtohemi, është thirrje me u pajtu me Zotin, me ropin me falë dhe me kundrua, pra me qëndrua kundra këtyne sulmeve që në bëhen në shpirtin tonë, në mendjen tonë, në zemrën tonë. Kjo është pra jo kohë e shenjtë kur çdo i kështen përgatitet shpirtnisht për pajtime paqë, për me keni mallën jetë. Kjo është i gjë cila tashmë populli e njeh, simbolika e vesë është prej saj delieta, sikurse prej vorrit që i ka dalë jeta, Krishtian gjallë, janë është edhe prej vesë del një jetë, e cila është jeta, dhe ajo jetë vazhdon. Janë është edhe vetë, janë simboli i ngjalljes i jetës, e simboli i ngjallënit, do të thonë Krishti i ngjallën është simboli i jetës, i jetës pasosën. Kjo është pra veja simboli i Pashkët e ngjalljes Krishtit. Pra si po shihni gjërat që janë këtu të vendosura, na ndrojmë për secilën herë, ndrojmë. Si mjet dominon pata, vete mla, diçka me ba ndrime që sofrat tona, tryezat tona, pra shtëpiat tona të kenë edhe një pasuni për synin tanë, për mendjen tonë, për edhe për shpirtin tanë. Përpos vete edhe këtyne kemi gjënës që po i shihni, qirat, kryqat, darka e mbrame, Krishti me apostoj, cilat janë të përgatituna pra për panairin, i cilat kanë bëshkua për fëmijët, jetimat e motës shenjtjes Nana Tereze në Tiranë. Këto kanë shkuar të Krishtlindjes për Shkodër, tash këto shkojnë për Tiranë. E jemi të bindur se ata mas fortit kanë për nevojë. Gjithkush ka nevojë një, por ata siç e shohim e pedim, kanë nevojë të mëdha s'kan kurrkon. Ata cilë janë kanë, domethënë, të hidhur jashtë prej familjeve në rrugë, motrat e Nanës Tereze kanë bashkuar, kanë punu me unimua. Janë shumë sigur se Nana Tereze, e cila s'ka shkuar për kongresen, për pallate mbretërore, por ka dalë në rrugë
me bashkua njerëzit, e është ai shembull i njoftën i shetes Nën Tereze, e cila shkon e gjen njerin që i kishin nis me hangër fëmijët, e një pjesë e trupit e cila kishte mbet me eshtën e me kame me dur Nana Tereze merr pi krahët e vet, le çon në shtëpinë e vet për me shërua. Motrat kur bashkohen fillojnë me kjaj, prej gazepe që shohin njeri nga ti dekun prej mive i hangun, i unt, i eqt, e kështu Nana Tereze fillon veprimtarinë e sajna, e vazhdojnë motrat e Nanës Tereze në përbot, pra gjendjen e mjerume në cilat shkon fëmiu njeri, qëgym sakat pa kur kanë. Kjo është për mund një gjanë, dhe më thonë, e cila është fenomenale, me i përkrah. Thonë mos din, janë e dorë që ka ban tjetra. Kështu është edhe gjanë, dhe më thonë, kur apim, të apim me bolla, ke me zemër, se Zoti ka me këthu i 100 fish. Ata cilë kanë dëshirë me ardhë, me ble, ose me këshyrë, prej orës 9 deri në ora 6 mramjes. Për pos diellave t'jos është. Diellat cila nuk punojmë, pra për se cilën ditë, deri të prentin e madhe. Me të prentin e madhe mbarojmë, se të nështuni e madhe pashkët. Pra, edhe një herit dëshë me u falendrule, u dëshoj një kohë shenjtë në cilën jemë në kohë të kreshme, të me bekim, të kaloni, të kryeni, të pregaditim për rëfim, për kugim, cila është pragu para pashkëvet, dhe me bekime me zemër të mirë, të pasrë, e të lirë, i pritëshi festat e mlatë pashkëvet. Për atë të nështunën e diellën e gjallës Krishtit.